Qeveria po ndërmerr gjithnjë më shumë hapa për të digjitalizuar mënyrën se si kryhen pagesat në jetën e përditshme. Rasti më i fundit është përfshirë në paketën fiskale për vitin e ardhshëm, ku bizneset detyrohen të pajisin me sistemin e pagesave POS deri në muajin maj, me objektivin që deri në vitin 2030 Shqipëria të ketë një ekonomi pothuajse pa parakesh. Në gjykimin tim, por jo vetëm timin, të gjithë ekspertët thonë që kostot financiare janë shumë herë më të pakta nëse ekonomia kalon drejt një përdorimi sa më të pak të keshit, sepse ka kosto dhe individi në drejtim të përdorimit keshit, pra ka koston e vjedhjes, koston e rrëmbimit, koston e djegjes, koston e humbjes, janë një sër kostos individuale që asnjë prej nesh nuk i përllogarit në jetën e tij të përditshme. Në anën tjetër dhe vetë sistemi financiar ka jashtëmase shumë kosto të tjera për keshin, që kanë të bëjnë me transferimin, magazinimin, sigurinë, një sër komponentesh. Kështu që vetë shoqëria, vetë ekonomia e vendit fiton jashtëmase shumë nga ky proces, pra në qoftë se kalojmë drejt një ekonomie pa kesh. Nga ana tjetër, grupi që mund të preket më shumë nga ky ndryshim janë bizneset e vogla dhe të mesme. Sipas tyre, edukimi i qytetarëve do të kërkojë kohë, duke pasur parasysh se rreth 1/3 popullsisë janë pensionistë. Ndaj keshi, sipas tyre, duhet të vazhdojë të ketë një rol në ekonomi. Ne kemi pa me shqetësim të madh këtë vendim që ka marrë qeveria për sa i përket modernizimit kaq të shpejtë dhe të hershëm për sa i përket pagesave online. Siç e kemi thënë edhe në herët e tjera, ne si drejtues të shoqatave kemi thënë në herët e tjera që biznesi i vogël e i mesëm është i paprigatitur për këtë inovacion kaq të modernizuar dhe kaq të për arsye sepse duhet të jemi çik të realistë. Biznesi i vogël e i mesëm arsimi i tij është në shkolla e mesme dhe kemi dhe shumë, sepse është i vetë punësuar. Prandaj neve kemi kërkuar që koha të jetë më e gjatë për sa i përket aplikimit të këtij vendimi. Përveç detyrimit për pajisjen me POS, Ministria e Financave në paketën fiskale ka përfshirë dhe monitorimin e bizneseve online që shesin madhra dhe shërbime. Sipas autoriteteve, shumë prej tyre operojnë në informalitet, ndërsa pagesat kryhen kesh dhe pa kupon tatimor, duke mos kontribuar në arkën e shtetit.